Vllaznia e femrave nuk ka arritur të sigurojë kualifikimin për në finalen e grupit të raundit të dytë të Ligës së Kampioneve, pasi u mposht me rezultatin 2-1 nga kampionet slovake të Spartak Mijava në ndeshjen e zhvilluar në Çipër. Skuadra slovake kaloi në avantazh në minutën e 42, duke mbyllur pjesën e parë me rezultatin 0-1. Në fraksionin e dytë Spartak Mijava dyfishoi shifrat në minutën e 68, duke marrë një epërsi të rëndësishme në sfidë. Vllaznia reagoi 6 minuta më vonë me kapitenen Megi Doçi, e cila shënoi një gol të bukur me një goditje të fortë nga distanca. Topi pas një devijimi nga portierja kundërshtare përfundoi në rrjet, duke rikthyer shpresat për ekipin shkodran. Pavarësisht përpjekjeve në minutat e mbetura, vajzat kuqe blu nuk arritën të gjenin golin e barazimit dhe u detyruan ta mbyllnin sfidën me humbje. Pas këtij rezultati, vllaznia mbetet jashtë finales së grupit dhe do të zbresë sërish në fushë më 8 gusht, kur do të përballet me Apollon Limassol në ndeshjen e fundit të këtij raundi të UEFA Women's Champions League.